Një linjë e rifinancimi për 20 milion eurosh është hapur për bizneset e vogla dhe të mesme në Shqipëri me fokus në inovacion, digitalizim, teknologji dhe investime të gjelbra. Marrëveshja u firmos këtë të martë mes Bankës Evropiane të Investimeve dhe një banke të nivelit të dytë në Shqipëri, duke parashikuar edhe një grant mbështetës të masën 10%. Në ceremoninë e nënshkrimit ishte i pranishëm kryeministri Rama, i cili e cilësoi këtë linjë financimi jo vetëm si mbështetje ekonomike, por edhe si një mundësi për rritjen e kapaciteteve dhe dijes së sipërmarrjes shqiptare. Për ne është shumë e rëndësishme nevoja për të bërë gjithçka të jetë mundur për të mbështetur të gjithë ata njerëz që e besojnë sipërmarrjen e lirë dhe ndërmarrjeve të tjera të vogla e të mesme. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë partnerët tanë më të rëndësishëm në krijimin e vendeve të punës. Në Tiranë ishte gjithashtu presidentja e Bankës Evropiane të Investimeve, Nadia Calvino, e cila e vlerësoi bashkëpunimin me Shqipërinë dhe vendet kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Me këtë nënshkrim vërtetojmë angazhimin tonë ndaj biznesit të vogël dhe të mesëm, që janë në fakt zemra e ekonomisë së një vendi. Gjatë 10 viteve të fundit, afro 20.000 sipërmarrës të tillë kanë përfituar nga financimi ynë së bashku me bankat vendase. Për ne, vendet kandidate si Shqipëria nuk janë thjesht kandidate, por partnere, sepse do të jenë aksionerë të ardhshëm të Bankës Evropiane të Investimeve. Nga ana e tij, kryeministri Rama theksoi orientimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, duke deklaruar se për vendin nuk ekziston alternativë tjetër përveç integrimit. Ai e përshkroi Bashkimin Evropian si objektivin kryesor politik dhe institucional të vendit, duke e lidhur këtë proces me forcimin e shtetit të së drejtës dhe zhvillimin ekonomik afatgjatë.